Vllaznia e volejbollit për meshkuj humbet ndeshjen e parë ditë finalet e Kupës së Shqipërisë ndaj Partizanit, i cili mund të 0-3 në Shkodër. Me ta merr në Vllaznia Atan Kalaja, profesor, një ndeshje jo e mirë mund të themi. As pak e mirë, nuk jam fare i kënaqur me lojën, por unë them që kjo nuk është Vllaznia. Kampionati është i gjatë, kemi edhe neshër tjetër kupet, dhe javën tjetër neshën e kthimit, unë mendoj që ne do të ndryshojmë shumë gjana. Mundësinë për të ndryshuar e kena, unë pavarësisht se sot jam i mërzitur, unë mendoj që skuadra që drejtoj ka për të pas lojë tjetër dhe rezultat tjetër. Çfarë nuk shkoi sot të mirë? Nuk shkoi. Sepse kemi parë një Vllaznie tjetër në takimin e kaluar. Nuk shkoi lidhja siç duhet e tre komponenteve, mbrojtje, sulm, organizim, por unë mendoj që të shohim edhe formacionin bazë, sepse ardhja dy tujve, cilët akoma mendoj që kanë me dhanë edhe më mirë se janë, kanë kohë, kanë nevojë për të lidhur me skuadrën, dhe ndoshta të mendojmë për një formacion krejt bazë. Unë mendoj që Vllaznia ka qenë më mirë në fazën e parë, por mendoj që shumë shpejt ju do të shihni një Vllazni tjetër. 0-3 në Shkodër, javën e ardhshme. Javën e ardhshme. Mund të jetë ndonjë surprizë. Por ne të mendojmë ditën e premte kena ndeshje me Studentin, të shohim për kampionat, të shohim se si do të reagojmë skuadra në këtë ndeshje. Aty shihet çdo gjë. Faleminderit. Faleminderit ju.